një përmbysje të rezultatit. Gjergj, përshëndetje. Përshëndetje. Si është situata në Lezhë, në cilën KZZ ti ndodhesh, deri ku kanë arritur me numërimin? Në fakt, ku Lezhë ndodhem në KZZ numër 12 të bashkisë Lezhë, ku vjen procesi i numërimit të votave në të dy KZZ në fakt e këtij qarku, sigurisht edhe në të dy bashkitë e tjera, ato të Kurbinit dhe të Mirditës, vazhdon procesi i numërimit të votave, do të thënë që ende nuk ka përfunduar në asnjëra nga këto tre bashki, dhe në këto momente që flasim, sigurisht ka një epërsi të Partisë Socialiste të ngushtë, të nga Partia Demokratike, duket se vazhdon trendi i një rritje të numrit votave në bashkinë e Mirditës, por që në fakt për shkak të numrit më të ulët të votave bën që epërsia e tyre në fakt të zvogëlohet sa i takon Lezhës dhe Kurbinit. Në këtë moment në fakt Partia Socialiste vazhdon të ketë një avantazh të lehtë ndaj Partisë Demokratike dhe duket se ky do të jetë trendi pasi pritet që të hapet në fakt edhe në bashkinë e Lezhës, konkretisht qyteti i Lezhës që në fakt ka qenë bastioni të Maltës ku pretendojnë të Maltët që të marrin sërish epërsi më të theksuar, ndërkohë që në Kurbin pritet të mamurase me shumë kurrëse për shkak edhe të kandidaturave që ndodhen në këtë bashki, kandidatura që vijnë nga Kurbini pra, dhe duket se do të jetë shumë interesante deri në fund, pasi her pas herët ka lëvizje të votave, duket se ajo më së shumë dikush të fokusuar më pas edhe Partia Socialiste në fakt është vota diasporas, edhe ku pretendon që ka një shumicë dërmuese të këtyre votave dhe bën të bëjë të gjithë përmbysjen përfundimtare të këtij qarku për të marrë avantazhin e saj në 4-3. Dhe le të themi për herë të parë edhe qarku i Lezhës të jap fitoren të majtëve me një rezultat 4-3. Gjithsesi, ky proces në Mirditë mund të mbyllet pak më shpejt edhe për shkak të numrit më të ulët të kutive të votimit, janë vetëm 25 të tilla në Mirditë, ndërkohë që në bashkinë e Lezhës është numri edhe më i madh i kutive të votimit, janë 125 të gjitha, por në rang qarku do të thënë se deri më tani është numëruar pak më shumë se gjysma e kutive, pra herë edhe gjysma ende në të gjithë qarkun pa numëruar dhe sigurisht është një garë interesante për të ndjekur deri në fund për shkak edhe se tashmë her pas here duket se të dyja subjektet politike shfaqin le të themi ose surprizon me rezultatet që marrin në çdo kuti që hapet, ndaj dhe nga Lezhës do të jetë shumë interesante deri në fund për të parë sigurisht se nëse socialistët do të mbajnë këtë epërsi. Faleminderit për raportimin Gjergj Figuri nga Lezhë. Do të shkojmë tani tek Parku Olimpik atje ku ndodhet Ilirian Celibashi, kreu i